Një nga mekanizmat kryesor të sigurimit të cilësisë në institucionet e arsimit të lartë është matja e kënaqësisë së studentëve nëpërmjet sondazhit kombëtar. Në këtë kuadër, përfaqësues të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë ishin në Gjirokastër për të informuar studentët e Universitetit e Qrem Çabej mbi përmbajtjen dhe qëllimin e këtij sondazhi. Sondazhi si fillim është i ndarë në 6 fusha kryesore dhe ka për qëllim pra shërben si një mekanizëm për matjen e kënaqësisë së studentëve për institucionet e arsimit të lartë ku ata studiojnë, qoftë universitete, akademi, kolegje profesionale e tjerë. Gjithashtu, qëllimi i këtij sondazhi është për të mbledhur informacion nga pikpamja e studentëve mbi stafin akademik, mbi lëndët që ata zhvillojnë, por jo duke u fokusuar në emra specifika por lëndë të veçanta. Të dhënat e nxjerra nga ky sondazh do të shërbejnë për marrjen e vendimeve të rëndësishme në hartimin e politikave shtetërore në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të cilësisë në arsimin e lartë. I gjithë qëllimi është mbledhja e informacionit mbi kënaqësmërinë e studentit mbi programin e studimit dhe mbi institucionin në tërësi nga pikpamja e tyre. Ky sondazh ka një rëndësi të veçantë sepse në radhë të parë u jep informacion studentëve aktual mbi institucionin ku ata studiojnë, u jep informacion studentëve të ardhshëm, pra maturantëve të cilët do të studiojnë në vitin e ardhshëm në këtë universitet, si edhe titullarëve të vetë institucionit mbi mendimin që kanë studentët për institucionin që ata drejtojnë, dhe më e rëndësishme gjithashtu u jep informacion aktorëve politik bërës për të patur një panoramë më të qartë mbi mendimin e studentëve, sepse është sondazh që zhvillohet në rang kombëtar, jo vetëm për institucionet e caktuara, por gjithë studentët në rang vendit do kenë mundësi ta vlerësojnë sondazh. Pyetësori do të zhvillohet online nëpërmjet platformës që disponohet për këtë qëllim. Ai mund të plotësohet në çdo kohë dhe nga çdo ambient, si dhe nga aparatet celular, ashtu edhe nga sallat e kompjuterave të vënë në dispozicion nga institucioni, duke nisur që nga 21 prilli për një periudhë afro një mujore.